Ka histori që nuk mbyllen kurrë, jo sepse mungon koha, por sepse mungojnë përgjigjet. Histori që mbeten pezull mes heshtjes, dyshimeve dhe dhimbjes së pashuar. Një prej tyre është zhdukja e Bleon Amatës, një vajzë e vogël që u zhduk pa lënë asnjë gjurmë dhe prej 15 vitesh mbetet një nga misteret më të errëta të Shqipërisë. Një histori që nuk tronditi vetëm një familje, por mbar opinionin publik, duke hapur plagë të thella, duke ndar njerëz, duke shkatëruar një martesë dhe duke lënë pas një sër pyetjesh pa përgjigje. Prej 15 vitesh, Bleon Amata rezulton ende e zhdukur, ndërsa historia e saj ka tronditur shqiptarët. Historia e vogëlushes mbetet ende një mister. Një histori që komplikohet me përfshirjen e të afërmve dhe që çoi në 137 padidivorci mes prindërve. Ishte data 22 maj 2010, një ditë e qetë fundpranverore, me diell dhe mo të kthjellët në zonat malore të Kukësit. Në fshatin Zapod, jeta rrithte si zakonisht. Bleon Amata i u bashkua të afërmve të saj më të rritura për të kullotur bagtit në kullota, një praktike zakonshme për zonën dhe për familjet e fshatit. Ajo nuk ishte vetëm, por shoqërohej nga 5 vajza të tjera të familjes. Sipas dëshmive të mbledhura nga grupi hetimor, gjatë ngjitjes në mal dhe qëndrimit në kullota nuk është vënë re asgjë e pazakontë. Bleona ka qenë gjatë gjithë kohës pranë vajzave të tjera, duke luajtur dhe duke lëvizur në zonë si çdo fëmijë i moshës së saj. Por pas disa orësh qëndrimi në mal, sipas deklarimeve të vajzave, Bleona është shkëputur nga grupi duke u nisur drejt banesës së saj, një rrugë që ajo e njihte dhe që e kishte bërë dhe herë të tjera. Pikërisht ky moment konsiderohet nga hetuesit si pika e fundit e sigurt ku Bleon Amata u pa e gjallë, që nga i çast, çdo gjë mbetet e paqartë. Vajzat kanë deklaruar se pas ndarjes nuk e panë më vogëlushen dhe nuk dëgjuan asnjë zhurmë apo thirrje që ngrinte dyshime. Disa banorë të zonës kanë pohuar se atë ditë ka pasur lëvizje në mal, por askush nuk ka mundur të identifikojë qartë ndonjë person të panjohur apo të dyshimt. Nuk ekziston asnjë dëshmi e drejtë për drejtë që vërteton se Bleona ka komunikuar me një person të huaj në atë zonë. Megjithatë, familja Amata ka këmbë ngulur gjithmonë se vajza nuk mund të jetë larguar vet apo të jetë zhdukur rastësisht, duke theksuar se mosha e saj e vogël dhe terreni i vështirë malore bëjnë të pamundur një zhdukje pa ndërhyrjen e dikujt tjetër. Hetuesit analizuan pistën se Bleona mund të jetë marrë pa bërë zhurmë, përmes mashtrimit, duke qenë se ishte vetëm 6 vjeç dhe mund t'i kishte besuar lehtësisht një të rrituri, veçanërisht nëse ai person ishte i njohur për të ose i prezantuar si i besueshëm. Kjo pistë përforcohet nga deklarimet e nënës së saj, Bukurie Mata, e cila ka theksuar vazhdimisht se vajza e saj nuk do të ndiqte kurrë një person të panjohur, por vetëm dikë që e njihte ose që ishte prezantuar si mik apo i afërm. Sipas saj, Bleona është marrë në një mënyrë të qetë, pa dhunë dhe pa britma, çka shpjegon edhe mungesën e dëshmitarëve. Familja ka pretenduar se ditën e zhdukjes një person mashkull është parë duke u ngjitur në mal në oraret kur Bleona ishte nisur drejt shtëpisë, duke lidhur këtë figurë me shtetasin Begzim Isa. Këto pretendime mbetën në nivel dyshimesh, pasi askush nuk arriti ta identifikonte me siguri personin e përmendur. Grupi hetimor kreu kontrolle në zonë për gjurmë këmbësh, shenja për leshje apo sende personale të Bleonës, por nuk u gjet asnjë provë konkrete. Nuk u gjetën rroba, këpuca apo objekte që të tregonin se ajo kishte pasur aksident apo ishte sulmuar në vend. Kjo është hyu hetimin drejt pistës së rrëmbimit të qëllimshëm. Hetuesit morën në shqyrtim edhe mundësinë që Bleona të jetë marrë nga dikush që njihte mirë terrenin dhe familjen, duke shmangur rrugët kryesore dhe duke mos rënë në sy të banorëve. Megjithatë, as kjo pistë nuk u provua. Ndërkohë, prindërit prisnin kthimin e vajzës në shtëpi, por ajo nuk u kthye kurrë. Fillimisht u mendua se Bleona mund të ishte vonuar, por me kalimin e orëve shqetësimi u kthye në alarm. Kërkimet nisën, por pa rezultat. Kjo ishte dita kur Bleona Amata humbi gjurmët për të mos u gjendur më kurrë. Me kalimin e ditëve, historia u bë gjithnjë e më errët.
Familjarët nisën të akuzonin njëri tjetrin. Në qendër të akuzave doli shtetasi Begzim Isa, të cilin familja Mata akuzoi për rrëmbimin e vajzës së tyre. Sipas tyre, ai ishte e parë të ngjitur në mal atë ditë dhe kishte lidhje me zhdukjen. Familja akuzoi gjithashtu Qamile Matën, hallën e Bleonës, si bashkëpunëtore në rrëmbim. Nëna e Bleonës ka deklaruar disa herë se Qamile Mata e ka mashtruar vajzën, e ka futur në pyll dhe ja ka dorëzuar Begzim Isës, duke pretenduar se ka qenë ajo që e ka marrë Bleonën nga oborri i shtëpisë ndërsa po luante me vëllain e saj dhe e ka çuar në mal. Qamile Mata, gjatë dëshmive të saj para policisë gjyqësore, u tregua kontradiktore, duke mohuar njohjen me Begzim Isën, pavarësisht se ata ishin kushërinj. Ajo nuk u shpreh qartë nëse i kishte parë apo jo Begzim Isën atë ditë, duke deklaruar se as nuk mbante mend për shkak të kohës së kaluar. Ndërkohë, Begzim Isa pohoi se njihte Qamilen dhe ishin kushërinj të tretë, ndërsa motra e tij mohoi çdo njohje mes familjeve, duke deklaruar se nuk flisnin që nga viti 97. Pavarësisht insistimit të familjes Mata, grupi hetimor nuk gjeti prova që të vërtetonin bashkëpunimin mes tyre dhe çështja u kalua prokurorisë të krimeve të rënda. Në vitin 2013, Begzim Isa u arrestua nga policia e Kukësit për rrëmbim dhe mbajtje në banesë për qëllime trafikimit të një të mituri 7 vjeçar drejt Kosovës, kundrejt një shume prej 40.000 eurosh. Prokuroria e krimeve të rënda kërkoi 10 vite burgim për 21 vjeçarin, i cili i mohoi akuzat. Kjo ishte akuza e dytë ndaj tij për rrëmbim të miturish, pasi dyshohej edhe për zhdukjen e Bleona Matës. Në banesën e tij u gjeti lidhur këmbeduar një fëmijë 8 vjeçar, por ai deklaroi se nuk kishte asnjë lidhje me zhdukjen e Bleonës dhe se në vitin 2010 kishte qenë në Kosovë për studime. Policia verifikoi telefonatat e tij për të zbuluar nëse kishte komunikuar me Qamile Matën para ose gjatë ditës së zhdukjes, por pa rezultat konkret. Vajzat që kishin qenë në mal me Bleonën u ballafaquan disa herë, por dëshmitë e tyre mbetën kontradiktore dhe pa prova. Ato shpëtuan nga përgjegjësia penale. Ndërkohë, zhdukja e Bleonës shkatërroi dhe familjen Mata. Babai i saj, Zamir Mata, akuzoi bashkëshorten Bukurien për humbjen e vajzës dhe disa muaj pas zhdukjes paraqiti padi për divorc në gjykatën e Kukësit, duke pretenduar se ajo ishte e përfshirë në rrëmbim. Policia raportoi gjithashtu se Zamiri dyshonte se Bleona nuk ishte vajza e tij biologjike dhe se ajo ishte rrëmbyer nga babai i saj i vërtet, një pistë që nuk u provua kurrë. Bukuria Mata i hodhi poshtë të gjitha këto akuza, duke deklaruar se vetmja gjë që kishte rëndësi për të ishte gjetja e vajzës së saj. Dhe sot, pas 15 vitesh, Bleona Mata mbetet ende e humbur, një vajzë pa fat dhe një mister i hapur që vazhdon të kërkojë përgjigje.